Ndershëm vëllezër, duke pas parasysh që mendimi im është që populli jon ka nevojë ta dinë historinë e vet. Ne histori nuk e kemi shumë të ngushtë, por historia jonë është shumë e gjatë dhe e gjerë, që rrjedh prej kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri sot. Domethënë histori i themi asaj që ka ndodhur, jo ajo që ndodh sot. Ajo që ndodh sot është ajo që ndodh sot, nuk është histori. Por ajo që ka ndodhur, atë e shkruajmë dhe e verifikojmë dhe mburemi me historinë tonë që e kemi. Prandaj, unë jam duke hulumtu prej asoj dite, kur kënë se na kanë thonë, se na e kemi, do të thotë, perandurinë Osmane e kemi pas armik, gjoja kemi pas pushtus, edhe i kumë gjithë do të vërteta, do të realitete, që kam dëshirë me jau prezentuar. Të vërtete madhe që e kam thënë, se kur kanë ardhë Osmanlit në Kosovë, atër veç ishin instalu sërbët, dhe kjo është të vërtet historike, të askush mund të mojë, vetëm i qmenduri, se e kishin okupu këtë vend me një okupim klasik, dhe i qështja se kush është, qa është, si është qështja që ju takon historianë. E përkrani ju iniciativën turke për ndryshimin e librave të historisë të? Po, plotësisht. Plotësisht, ka rrënën historisë, çuditësh. A duhet marrë për Turqisë ajo? Po, në nashën vetjes bëhet gazet, po nuk gazet, po na duhet me morë, edhe me jek ato barbari, ato poshtërsinat të cilat përdoren. Fakti i dytë që dëshmon, lexon historinë, marrin Barletit, deri te Sami Frashëri, deri te skicmi politikën shqiptare të Husamit Ferrit. Lexoni. Dhe libra tjera shifni se a kanë pas synim turqit asimilimin e popullit shqiptar, gjithsesi popullit të Ballkanit. A kanë pas qëllim pushtimi apo çka kanë pas qëllim? Lexoni dhe shikoni. Lexoni dhe shikoni. Por komplet një sistem i plot. Gjatë qëndrimit të Osmanlive këtu, e në veçanti pas largimit tyne, e orës komunistave në Krymu, mos të flasim, deri të largimi komunistave, dhe sot, krejt një sistemi plot, i arsimit, i akademisë, i fesë katolike, ortodokse, dhe shumë tjerve, punojnë dhe kanë punu me shpall turkin, armikin, numër jetë shqiptarve. Pse? Apo me ditë pse, në ka pështu. A për qënë t'i pështim, po mirë. Po, qënë për të qepe. Vështë të regam t'i mu, kusht mbrojti ty prej asimilimit ortodoks, grek posht, malazez nalt, edhe në këtanë sërb, slav, kusht mbrojti? Kusht mbrojti? Kusht mbrojti e burë? Për qatë boni shka me momente që të pësu për andoria Osmane. Shka u Greko, Macedon, që të trijet? Qka të boni, Macedoni s'ka ekzistu atëherë. Po më nëjë si vend, po. Qka të boni, Greko? Qka të boni Sërbi? Ku është Toplica? Ku e në 600 katuna atje? Ku e në katunat në për Malzi? Sa shqiptare ka qenë? Sa njëri është prej, është gri? Sepse i shliru në dort. Qa boni Greko atje poshtë? Në qamërije, e të tjerë. Pat me të shio burë. Por deshte Allah ndodhe lufta dytë botërore, borë muje madhe, ndonë shtetet e... O po një farë regull, një farë sistemi paka shumë. A në pësirë dhe komunizme, për më gjitha te, komunizme pas ta e mbrojt e gjake, nuk len të shkanë me të shtyp ty, me të mytë. Më ndën të nuk diskutohet, por jo masifikisht mo. Po pak ma me mjeshtri. Zëllëm e bërë njerëzve. Dhe halena për fëmijëve mësuna për shkolla, se turka qenë okupatore, fashiste tjere dhe mos e zotë është i madhë. Nuk zëllëm, pa dresi është e punë. Turki, zoti e rujt dhe është përbleft. Për si individ nuk kem të thonë që kanë qenë matë mira, matë këqit zëtni. Por si për 700 vjeqarë, ja kemi pa hajrë numër një në ka pru islamin, numër një për asë gjithash. Asë një të mirë mëse pa që pasë. Si burra në kam pru islamin, unë s'kom qatë bëjtu se ke pru të islamin, zëtë nuk kom pranu, dhe njëm krenar që 500 vjetë, den babaden e muslimanune. Jem krenar. Mas luftës, hala kur gjë s'kem. Apo vlazë, pse ne non stop mu kajt, pse ne non stop në ka faj i huj,
Shkau si kafaj që 100 vjetë jënë qu do ateista që i thënë vetit intelektual, jënë qu edhe thënë Osmanlia na kafaj neve që na jena sot që shtëne. Asin verin se shajnë, para menoni vlazën. Asin Verhoxhën se shajnë, as Titën se shajnë, as Rankovicin se shajnë, as Miloševićin se shajnë, e shajnë qatë musliman që ju ka dhonë me hektar tokë. Edhe i ka pru me jetu në Kosovë. Edhe i ka pru me jetu në Kosovë edhe i ka ba sundimtar të Ballkanit. Ka sundu shqiptar në kohën Osmanlive Ballkanin. Mas atyne, masakrat mëdha, 1/3 e popullatës në është katëru, është vra dhe është prej. Që ata që na kanë mbrojt, veç pse në musliman, qohën ateistat edhe i shajnë. Kryqin se shanë kërkush, popin se shanë kërkush. Ama ne muslimat nuk gëzojmë me thonë, na kanë pushtu, por na kanë shliru, sepse, alhamdulillah, kanë la ata, dhe ne sot e kësaj dite jemi muslimanë, dhe pse ata nuk na kanë imponu fejnë islame, se kër e kanë shliru këtë vend dhe Shqipërit, ala shqiptarët, shumë pak e kanë pranu islamin, pas të janë kujtu, e pas të e kanë pranu islamin për interes, edhe ma vonë e kanë pa që feja islamë është feje duhur, dhe e largon njeriu nga të ligat, dhe afron njeriu në ka xheneti dhe ka dashuria Allahut, dhe atëre kanë pranu, ashtu si ka hije muslimanit me pranu fejnë islam. Dhe me thonë, asë njëherë, musliman nuk kanë luftu dhe nuk kanë pushtu vendet, por i kanë shliru vendet nga e keqja. Perandoria Osmane ishte aja që e ka kusht fuqit e mëdha, unë të rjekna prej Ballkanit, mas ju dopsova, ku për mu që kam gjetë, janë se në bitemi me haram me shku, janë se në bjet e shkinave me na i mashtru bitet tënë, që shtu u kom, edhe në realitet o kjo, thët të dashurit e mi, thët unë me një kusht, që të kusht nuk nga kanë spjegu që 50 vjetë. E tash masin shkolla nuk me spjegujnë, dhe një mëlla Fatmir, i cili nuk e mashtron popullin e vetë, për i kalëzën realitetin dhe të vërtetën, edhe të dashurit e mi e gjejmë. Thët, me një kusht thët që Shqipëris mja dhonë pavarësin. Subhanallah, edhe në kushtetut, Turqisët, ka një nen, në kushtetut, që i kusht dhe që i shpo luft Shqipënis, i ka shpo luft Turqis. Subhanallah, këto se din, këko se din këto. Popullit nuk e din, e të më ju kalëzun popullit, me u spjegu popullit, sepse popullit për jetë në ndra. Hajme të to, sa që në ka gjithë.